Mirë më gjesë njerës, o zotë sa kohë bë pa një video. Mendoj që nga Madridi, nuk jam e sigurt. Nesa. Jam bërgati, sepse do dalë me një kocë këtu. Një kolege pune që të me drejtën është në pak të persona që njëja para se të vijë në Angli, kështu që të dalim edhe të shkojmë në Birmingham. Edhe Birmingham është pothuajse 3 orë larg. Është ora 8 me qerek. Unë duhet jem gati në orën 8. Por do hapa një gjest të rrim. O, sa shumë gjëra. Gjëra më presori që ka ndodhur që nga Madridi është që unë nuk i ka marrë vetën nga gripi. Dhe më thënë, sa duke që e merja vetën unë, si që mund jetë nga hundët, jam prapë bllokuar, por gjëja më e keqe akoma është që unë jam bllokuar nga shpatulla. Kam shumë dhimbje njerëz, nuk po më kalon. Ti isha në Itali dhe më kishe bërë mami ndonjë gjë për të isha qiqë. Tu nuk më japin asgjë përveç ndonjë krem, edhe realisht po e vuaj sepse kam shumë dhimbje. Kështu që me dymandje ishte ta bëja këtë video apo jo prej hundëve, por më një keq. Thjesht doja të njësej një video ku më në fund vë diçka interesante, sepse kam dhe njërë thjesht në shtëpi, po merrem me disa gjëra, edhe që dua të flas kur të vi momenti i duhur. Kështu që kam që thjesht në rutinën time që është e cila shumë monotone, shtëpi, punë, edhe ndonjëherë që një 2 herë më duket në total që jam dalë për kafe me kushurirat dhe konatën edhe kaq. Jam marrë me në shtëpi, kam blerë një fshes me korrent për cilën jam shumë e lumtur, sepse këtu në Angli, siç dini, çdo gjë është me tapet. S'kam kohë të ha mëngjes, kështu që do ha një Kinder Bueno. Domethënë, s'kam kohë të ha gjëra të mëngjesit që bëhem zakonisht. Edhe kaq realisht që tjetër kam blerë. Kam blerë 1-2-3 pjata, gjëra kështu për shtëpinë, cilat i kam postuar në TikTok. Themi drejtën, është më kollaj bësh një video 1-2-3 minutë, sa turë të bësh një video që janë për YouTube-in, në cili do editim, do këta postosh, ka kohë, do unë e vetë, kështu e di s'pa pak. Nuk kam kohë të ha. Por, mbrëm ka pasur kushurinë, edhe kemi ndenjur të divanet të dyja, kështu që nuk mund të ikin nga shtëpia pa rrugë divanet të sot. Më duket se po e marr mend për mëngjes. Pa rrugë divanet. Nuk mund të larmoj. Yes. Kështu që do dalim. Një nga gjërat që më shumë ka bezdisur këtë periudhë, u bë një muaj, po një muaj që jemi këtu në Madrid. Është që si sa kam qenë pa qef. Dhe gjëja parë që njerëzit më ndonin është ta zërni. Është me vërtet arruse për një arsye shumë të thjeshtë, që
që unë nuk jam tipi personit që e mbaj sekret diçka. E mbi gjitha, ndoshta e mbaj nga rrjetet, po jo nga njerëzit në jetën reale. Edhe kjo gjë, mbasi qike, kur bëhet si refren, është e bezdisshme. Njëri mund t'jetë dhe smura, nuk ekziston vetë shtatania, që nuk jam, dhe kur t'jem, nga e kam. Nejse. Njerëzit gjithmonë do kenë diçka për të thënë. Unë jam e stërvitur. Jam okej. Erdhi ka për lekër. Shpresoj të pëlqej ky vlog. Edhe kur thom këta, come along with me. Diçka ndryshe besoj, shpresoj. Dhe isha falta me madhe, sepse zakonisht edhe pse është diell këtu fryn erë dhe nuk du të rrezikoj të bëhem më keq se ç'jam. Sidomos nga qafa që të qej tërman. Gjithsesi më duket harrova t'i thoj që po shkojmë në Birmingham te Primarku, jo se s'kemi Primark afër, ka është një tjetër këtu në Lincoln, në qytet, domethënë. Por po shkojmë sepse më duket, nëse s'ka bëj, është një ndër më të mëdhenj në Europë ose më i madhi në Europë, nuk e di diçka e tillë, kështu që pse mos shkojmë. Shoqja ime nuk ka problem të ngasë makinën, kështu që do shkojmë të përfitojmë. Lili, you gonna be on my YouTube. Erdhëm njerëz, what time is it, Lili? Është 11. Kapin njerëz se si di më du dalit. Gjithsesi arritëm këtu mbas 3 orësh. How long did it take us? That's another parking lot, Lili? Zbritëm të kati gabuar gjithsesi. My God, Lili. Lili është shumë shqiptare, ka qenë shumë dasma shqiptare. How many weddings have you been to? I think 3. Yeah, 3. Po. Each of them not too much. So 6. Ka qenë shumë dasma shqiptare, shumë shqiptare, kështu që di goxha shqip. Taka shumë. Pra erdhëm e sa duket e Primarku, më i madhi. We'll see. Hergjëm disa lek. Edhe tani lam gjërat e makina. Është ora 4. Is it 4? 4 o'clock. I think so. The quarter past. So është ora 4 në qerek. Edhe tani do kemi kafe. Edhe bëjmë ndonjë gjë në qytet sepse s'bëm asnjë gjë sepse sa herë ndrek shopping. Kështu që pastaj është një librari që Lili më tha që është shumë e lezetshme. So, are we going to the library? Shojmë si shkojmë oraret, we'll see the timing, right? Yeah. Shojmë si shkojmë oraret, pastaj do vendosim. Erdhëm për atë librerin aty, edhe lart ka kafe në erë. Po nëse mbi gjitha librari. Dhe jemi në kat 7. Ky kati është quajtur kopshti sekret, sepse është si kopsht. Jemi në katë 9 dhe është kaq relaksues. Ka karrike për të ulur për të parë. Ora 6 njerëz dhe ne tani po kthehemi në shtëpi. Tani po nisemi do të thënë nga Birmingham, i cili ka vetëm të kështu, por kishte edhe qendër të lezetshme. Themi drejtën. Dhe nesër, sepse do të arrij shtëpi nga ora 9, nesër do të bëj hollë gjëra që bleva. Prit, të kthej nga vetja. Do të bëj hollë gjëra që bleva. Edhe po, çfarë do më dali nesër tek dita. Kështu që njerëz, përshëndetje. Ky mëngjesi im ditën e sotme ka qenë i vrullshëm. Normalisht diçka që kisha për t'rregulluar te shtëpia do e rregulluaj çik punë sepse thjesht një ditë kur je jashtë edhe nuk e se e le shpikshun të duket sikur të nesme duhet t'i bësh gjithë gjërat sepse sikur asnjë gjë s'ka e shtëpi, nuk e di që kam këtë fiksim. Do në la gjithë rrobat e gjërat të tilla sepse nuk e di. Na herë mendoj se jam me shumë fiksime. Thonin që s'jam vetëm që
të ndjehem më mirë. Gjithsesi, pastaj masi bëra gjëra të shtëpia, dola me dy kushore edhe me konatën për të ngrënë mëngjes, edhe për një gjëra aty në qytet, por një kohë e keqe, një shi, një stuhi, kur më tha njëri sot një nga italianët që jetojnë këtu tha, Gjena jo, gjitha, është janar, tha, po fiksa, po shkojmë drejtimet jo deri verës, por mos ta ankohemi sepse ka qenë prilli dhe maj kanë qenë muaj të ngrohtë drejtëm, kështu që normalisht do prekej, do prishej pak kohë sa për syt keq, domethënë. Edhe kujtoj që kisha harruar t'i tregoja çfarë bleva atje. Atëherë, nuk bleva kush e di ndaj gjë, më shumë vajta pikërisht edhe për një qytet tjetër. Përshtypja ime për Birminghamin, qytet i madh, më duket se është dyti më i madh në Angli, po duket që ke pisët dhe i pa organizuar, por ajo pjesa bibliotekës, pjesa e qendrës aty ishte e lezetshme, nuk do të gënjej, ishte e lezetshme. Qendra tregtare shumë shumë njerëz. Jashtëzakonisht shumë njerëz. Nga ne është larg, është 2 orë gjysmë, 2 orë 40 minuta, po për një ditë ose një fundjavë ishte okay. Shkojmë. Bleva te Primarku këto tutat. Unë tutat i marr gjithmonë sëja, sepse mendoj që është përndryshe më dalin shumë gjata, siç janë këto. Mora këto tutat, i vend to gjithsesi se do i laj. Mora këtë bluzën. Mora, vazhdojmë në serinë e tutave. Mora kostum faktikisht. Këtë kostume, kështu, me bluzë. Diçka sportive, po që dalesh për te supermarketi e gjëra të tilla. Mora këtë peshqirin, sepse më pëlqen shumë te Primark Home. Se lezet. Pastaj mora një kanatiere të bardhë, po e kam futur të lahet. Te mora të Next, për nipin e tezës vet. Okej. Bluza, 3 kg. Tuta, qemra tezës vet. Kjo ishte për veshje. Kajtë, domethënë, aty janë diku te 50 ca, më pak se 60 pound. Pastaj sa të brendshme. Çorape. Unë mendoj se Primarku ka brendshme shumë të mira. Kur thonë anglezët, I will die on that hill. Më vërtet një. Kështu që, pastaj mora, pak skincare. Ndalova te Sephora, mora mini size-in e këtë të hudës, sepse du ta provoj, po që e mirë. Kam provuar atë one size-it, se di si ndjehem, nuk jam shumë favor. Nuk se më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Provoj këtë të hudës tani. Unë i marr gjithmonë këto, kur du t'i provoj gjërat, i marr size-at vogla, për këto për masat e vogla, më falni, se po bëhem kështu. Këto për masat e vogla, sepse du t'i provoj, se pos më pëlqeu, do ndihem të turur ta mbaroj edhe nëse si bën mirë lëkurës time, sepse kam harxuar gjithë ato lekë. Kështu që kjo ishte 15 pound te Sephora. Pastaj, gjë ndaluam tek Zara, ajo shoqja ime mori atë parfumin Red Temptation. Ndërsa unë mora këtë Dark Romance, sepse është një por mora, si që thash, këtë për ta provuar, 30 ml, shohim si do duket në rroba dhe sa do zgjasë gjatë ditës. Më pëlqen ky sepse është, unë nuk jam shumë fanse e të ëmbëlës të tepër. Dua diçka të ëmbël, por jo shumë të ëmbël se më mbyt. Për shembull, kishte një aty një shije një aromë vanila më mbyti sikur po e haja, po e ndjeja vanila dhe nuk pëlqeu. Ky ka jasmine, chantilly cream, tonka, toffee, vanila dhe është i ëmbël, por ka diçka druri dhe unë të parfumet e mia dua patjetër diçka druri, qoftë verë, qoftë dimër, dua patjetër diçka druri. Ky më pëlqeu. Kështu jo të shohim. 30 ml 12.99. Krem dielli, mora këtë të Haru Wonder. Kjo është me oriz të zi, mineral, kështu që të shohim, 50 ml SPF normalisht. Ky ishte 19.90. Atë mora te Puc. Jo, atë mora te Selfridges, si ka ai dyqani, nuk e di. Mora këtë, 345 të Dr. Althea. Do ta provoj dhe ata. Ti që nuk i ndan, serumin jam niacinamide të The Inkilist. Ku e kam? Këtë Biomas, Photomucin, nuk di se lexohet, Glosser. Këto janë, të gjitha këto gjërat, bashkë me drekën dhe në kafe, për 200 pound. Ka që gjoba dje, se ishte dhe buxheti im, kështu që mund kisha marrë më shumë po, por nuk do të kaloj buxhetin tim.
Edhe këto ishin. Tani unë jam në punë mbas dite, më doli se nuk supozohet isha punë, por duhet punoj mbas dite tek restoranti, tek Aroma, kështu që tani kam vënë një lavatriçe, do bëj fasule për drek. Ky ishte vlogu dedikuar posaçërisht një ditë ndryshe, sepse më duket sikur as unë as Gjuli nuk bëjmë, sepse kemi gjithmonë një rutinë dhe nuk e di ajo pëlqejmë, kështu që përpiqemi të vlogojmë, atëherë kur bëjmë diçka ndryshe nga rutina jonë. Shpresoj t'ju pëlqej, shpresoj të rikthehemi sa më shpejt se i bie që kemi diçka interesante për të bërë ose për t'ju thënë. Kështu që kaq, këto ishin recitë, këto ishin gjërat që jemi në vlogun e radhës, nga unë Gjeni dhe Gjulja në distancë, por gjithsesi në këtë video. Faleminderit që na ndiqni, ju puthim fort që jemi në vlogun e radhës.